Në lagjen granice sipërme të qytetit të Gjirokastrës, ku rreshjet e dendurat të ditëve të mëparshme shkaktuan dëmtime serioze në infrastrukturën rrugore, duke nxjerrë jashtë funksionit këtë aks të brendshëm. Aktualisht situata paraqitet ndryshe. Strukturat përkatëse ndodhen në terren dhe kanë nisur punën për pastrimin e inerteve dhe stabilizimin e rrugës, me qëllim rikthimin sa më shpejt të qarkullimit normal. Sipas autoriteteve lokale, ndërhyrja do të vijojë ndërsa banorëve të rreth 50 familjeve u është garantuar se problematika do të zgjidhet në mënyrë të përkohshme dhe më pas përfundimtare për të shmangur rrezikun e përsëritjes së situatave të ngjashme në ditë merreshje intensive. Në bashkinë Gjirokastër, që u prek më shumë nga gjitha bashkitë e tjera gjatë ditëve të rreshjeve, aktualisht sot po punohet tek lagja Pazari Vjetër, mbi agjencinë e vjetër, në projën e Gjokanës, në lagjen granicën e sipërme dhe për hapjen e rrugës në fshatin Mingull. Ndërkohë, nga Bashkia Gjirokastër bëhet me dije se po vijon evidentimi i plotit dëmeve të shkaktuara nga rreshjet në të gjithë territorin e saj, si në zonat urbane ashtu edhe në ato rurale. Ekipe teknike dhe shërbimet e emergjencave civile ndodhen në terren për të monitoruar nga afër situatën dhe për të ndërhyrë në çdo rast problematik, veçanërisht në zonat me risk për infrastrukturën dhe banesat. Sipas autoriteteve vendore, prioritet mbetet garantimi i sigurisë së qytetarëve dhe rikthimi sa më shpejt i normalitetit në zonat e prekura. Bashkia apelon për kujdes të shtuar nga ana e banorëve dhe bashkëpunim me strukturat përkatëse, ndërsa situata vijon të mbahet në vëzhgim të vazhdueshëm.